kohën që po flasim para se kalim tek konsumatori edhe pak të bizneset. Sot me cilat sfida përballen më shumë të bizneset të Kosovës? Sfidat janë të ndryshme. Biznesi nuk ka mbështetje, përkundrazi ka akuza të njëpasnishme, cilet jo rrallë herë ndëgjohen këto. Po ashtu promovimi i Kosovës si vendi sigurt, që ne e kena mision. Alianca e biznesit ka mision, nuk ka mandat për ta mbështetur ekonominë e biznesit e Kosovës. Deklarimet e njëpasnishme të zyrtarëve të lartë që këtu ka rrezik, këtu ka oligarki, këtu mund të ketë luftë, kjo mund të ketë pakjarësi, këta e kanë shkatërru shtetin, këta e kanë bërë shtetin, kjo tek investitorët e huaj, kjo dërgon mesazh të keq. Dhe kjo për neve është sfidë e madhe. Dhe kjo është për neve akuzë e madhe që bëhet. Prandaj ne e vlerësojmë që shteti është dorë ngratë e biznesit, po mund të jetë edhe dorë e zjarrt e biznesit. Dhe ne do duhet t'ia shtim dorën njëri tjetrit për bashkëpunim, sepse jemi punëdhënësit më të mëdhej në Republikën e Kosovës, kontributdhënësit më të mëdhej në Republikën e Kosovës dhe kontributdhënësit më të mëdhej edhe në çlirimin e Kosovës, duke dhënë kapitalin ton, duke dhënë njerëzën ton për djemtë ton, ushtarët ton dhe gjithë ndërtimin e Kosovës. Një problematik pra që përballen bizneset, po ashtu themi një ju e mirë për Kosovën është edhe ikja e shumëtrive jashtë vendit. Sa është sfidë kjo edhe për bizneset sot? Ngesa e punëtorëve. Brenda 2020-2025 janë më shumë se 230.000 veta që na kanë nikë të rritë dhe të reja për Kosovës. Në vitin 99 askush s'ka mendue që ne po ikum nga Kosova dhe nuk do të kthehemi më. Kemi ikë përkohësisht dhe kemi ditë që një ditë do të kthehemi në vendin tonë shliruar. Kurse sot ata të rritë tonë që na kanë ikë, ata nuk do të kthehen kurrë më me tu këtu. Ata na kanë ikë dhe ne, pra, si pasoj e politikave të këqija, trajtimit të keq të rive tonë, ne kemi ndërvite, po flasë gjithmonë, dhe ne kemi rënjen e natalitetit. Kemi rënjen e popullsisë nga 1.740.000, tash kemi rënë në 1.600.000 më pak njerëz të regjistruar dhe që jetojnë në Kosovë.